Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e mëdhëruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmën dhe falje kërkojmë, këndozon Allahu subhanahu wa ta'ala në rrugë të drejtë, s'ka kush që devion dhe kënd Allahu i lartësuar e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, s'ka kush që uzon posli, dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi të gjithë ata që kanë pasur dhe vazhdojnë me pasur më të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, e kena cek më herët për cilësitë e veçanta të Allahut të lartësuar. Kena tregu që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i përngjon asnjë krijese. Allahu është i veçantë në qëndësinë e tij. Mirë po, Imam Tahawiu rahimahullah e ka potencu sërish për rrezikun e përngjasimit të cilësive të njerëzve me ato të Allahut. Dhe ka thënë se kush e cilëson Allahun me ndonjë cilësi që u përket njerëzve, kush thot që cilësitë e njerëzve i ka dhe Allahu, ka bërë kufër, pro ka dalë prej fesë. Dhe kush mediton në këtë e kupton arsyen dhe u shmongot aty në thënieve, aty në ideologjive, cilët i kanë jo besimtarët, dhe bindet se cilësitë e Allahut nuk janë si ato të njerëzve. Pro Imam Tahawiu rahimullah e ka thënë më lart se fjala e Allahut xhela xhelaluhu është e vërtetë. Ai ka folur dhe flet kur të doj dhe çka të doj. Dhe Allah i madhëruar nuk ungjon krijesave të tij në asnjë cilësi, dhe ka potencuar ajetin kuranor ku Allahu i lartësuar thot për veten e tij: "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Asnjë send nuk është si ai. Ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Pra Allah i lartësuar e ka heqë çdo mendim, çdo mundësi të përngjasimit të krijesave me Allahun e lartësuar, sepse Allah i lartësuar nuk është si krijesat e tij. Dhe kush mediton për lartëmadhërinë e tij e kupton shumë lehtë se ai është i veçantë, nuk ju përngjon krijesave. Në të kundërtën, kush e përngjon pro krijuesin me cilësitë e tij, me cilësitë e njerëzve, ka bërë kufër. Sepse përngjasimi i krijuesit me cilësitë e krijesave është mangësi për Allahun e lartësuar, dhe kjo sigurisht që është kufër. Dhe kush mediton për mendimet e kundërshtorëve të Islamit, apo për mendimet e fraksioneve të ndryshme të devijuara, të cilat ja mohojnë Allahut të lartësuar shumë prej cilësive, apo ja përngjasojnë ato me krijesat e tij, e kupton qartë se ata janë të devijuar dhe duhet të largohet nga mendimet dhe ideologjitë e tyre shkatërruese. Muslimani, vëllezër të nderuar, është i obliguar që të besojë Allahun e lartësuar si të veçantë. Është i obliguar që të besojë Allahun e lartësuar që nuk i përngjason krijesave të tij. Është i obliguar që ta kuptojë që Allahu subhanahu wa ta'ala është i pari pa fillim dhe i fundit i pambarim. Është i obliguar që ta besojë se çdo krijesë ka fillimin dhe çdo krijesë që ka lindur edhe do të vdes me lejen e Allahut të lartësuar. I vetmi i cili nuk ka lindur dhe as nuk do të vdes është Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra çdo krijesë ka fillimin e saj. Krijuesi Allahu i lartësuar nuk e ka fillimin sepse ka qenë çdo herë, kur s'ka pasur asgjë. Allah i ka kriju, kena thonë, krijesat e tij me dëshirën e tij, me vullnetin e tij. Por jo se Allahu ka pas nevojë për neve. Allah i lartësuar është i vetëm mjaftueshëm. Mirë po dëshira dhe vullneti i tij për me kriju ka qenë që me kriju krijesa. Andaj edhe ka emrin Khaliq, krijues. Gjithashtu Zoti e dina që dëgjon, edhe njeriu dëgjon. Zoti e dina që shikon, edhe njeriu shikon. Zoti e dina që flet, edhe njeriu flet. Amo dëgjimi, shikimi dhe të folurit e Allahut dhe cilësitë e tjera të tij, si për shembull dija, fuqia, ato absolut nuk janë të ngjashme me të njeriu. Pra, gjitha këto cilësi janë ndryshe. Nuk i përngjasojnë krijesave e as njeriut. Andaj këto janë të veçanta në cilësitë e Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është baza e besimit të ahlis sunnetit dhe xhamatit. Andaj vëllezër të nderuar, duhet të kemi kujdes shumë që
cilësitë e Allahut të lartësuar mos të i mendojmë sikurse janë cilësitë e krijesave. Ato nuk ju përngjasojnë absolut atyre, sepse rreziku i përngjasimit të cilësive të krijesave që ka kufur. Pra po më i kam të rreziku dhe ta rrezikan besimin tënd. Allahu na ruajt. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.